e fëmijëve. Me gjitha këto tema që i përmendet një refugjat, gratë, drejtat e njereut, fëmijët, merret edhe festivali Arti pa kufi, Art Without Limits, që është festival ndërkombëtar i filmit, edhe këtëre ka pas edicionin e 6 në Prishtinë prej 1 deri me 3 dhjetor. Por nëse e shohim katalogun që kam këtu në dorë, ka pas shumë filma. Pyetja e parë që e kishim bërë sot mysafirit burimit, që është regjisor edhe organizatori i festivalit, është se çush keni mujt me shti këta filma në 3 ditë. Faleminderit shumë. Faleminderit Erza. Realisht festivalin e kemi pas nis me Ganimeten veç me disa filma, edicioni parë ka qenë interesant ku kemi kërku filma na, derisa se hapën platformën Film Freeway, pastaj fillun me orë filma shumë për këtë botës. Realisht 50 filma ne kemi zgjedh për më shfaq, po kanë qenë shumë ma shumë, kanë qenë qindra, do shta nuk e di, rreth 1000 filma që kanë apliku prej gjithë botës. Sigurisht që do është mi po krejt bashkë me disa prej selektor, edhe unë se regjizor mandej një dorë të fundit, edhe kemi bo një përgjedhje që mendoj që ka qenë një përgjedhje ma e mira e krejt programit. Mrena 3 ditëve, realisht në shfaqëm filmat gjatë gjithë ditës në kene marë mata, dhe i bojmë me programe, me pauza, dhe gjithmonë e shofim një mundësi kur e gjemë kur kanë mundësi publikun përgjithsisht për shemëll me orë me po, dhe sidomos mundohemi milion mas orarit punës, një pjesë më të madhe të filmave. Normalisht. Kjo. Që me qenë pak ma e lehtë edhe për njerëz me qenë pjesë e festivalit. Kjo është më rëndësi, se kjo është realisht ajo që ka na bojmë për me orë me po filmat, me orë me po mesazhet cilat i kanë sjellë autorët. Këta autor. Kjo është edicioni i 6, që tashmë ka përfundu. E vren dallimin prej vitit të parë deri sot? Po, sigurisht e thash, edhe dhe më thonë viti e parë... Në interesimin e njerëzve, sepse ju nga... Viti e parë, po, edhe për neve ka qenë ma i vështirë të mbledh filmat, mas pari për shkak që festivali është dedikus edhe na gjithmonë do të me pas filmat me tem caktume, jo, dhe më thonë, gjithë filmat i marim. Dhe kemi pas një zhvillim shumë të mirë, jashtë zakonisht mirë, bile edicioni i fundit, ka qenë, ku i kemi pas 5 programe mrena programit festivalit, si cili u konë mini festival në veti. Kjo është, dhe me thonë që e kemi zhvillu, mendoj, kogja mirë, dërso i përket publikut edhe me publik, dhe me thonë, ku une me një mënyrë më doj knaqën, me një mënyrë zdia më doj knaqën, po jenë këthy njerëzit kur kanë ardhur në festival, sidomos natën e parë dhe natën e fundit. Kene marë mata i ka 400 ullë se dikon. Në momentin që jenë këthy disa se më tha dikush për asistentav që jenë ullë edhe në tokë, do me thonë është një gjoj mirë që kemi arrit. Thush janë këthy i bjen që kanë ardhur, s'kanë gjetë vend dhe... Dhe puna e vendit është ideja, edhe që jenë ullë edhe në tokë që tha ka pas shumë kur kanë kalu për punë që kemi bo... Kërër për dushit me marrë shilte. Po, është ideje mirë kjo, po jam shumë i lumtur që kemi arrit me bo një zhvillim të mirë. Kemi njësë 2 persona, vetëm ne të 2, dhe tash në këtë edicion kanë kalu me mira publik, ardashës, institucionet huja, vendore, po flasë për njerë, organizatat e aftësisë kufizume, ku ato i kemi pasë si vjetë edhe në nëmbrellën tonë kanë qenë pjesë e festivalit, gjitha organizatat e aftësisë kufizume, mësi përmeni me emra, gjitha të mëllajat, gjënë edhe të voglat, kanë qenë të Art Without Limits Kids, ku për post programit tonë që i kemi të veçantë, jenë inkuadru me ekspozita, me kartolina dhe me disa performanca tyne, e kemi bo një program për bashkët me to. E qysh ishin të organizu me këto 3 ditë të festivalit? Ne, spari, po flasu në gjithmonë për vete, për shkak që unë e bëj regjin gjithmonë të përgjithshme komplet, edhe gjithmonë flasë që unë shpesh herë, dhe pse ne kemi bo bashkë, dhe më thonë me krejt ekipin, kemi organizu pjesën e kinemas mas pari filmat, është gjoja më e rëndësishme ku neve na do të mi shfaq filmat, me orë mi po publiku edhe me bo ndarjen e çmimeve. Kjo ka ndonë kinema Armat. Për kundër viteve tjera, gjitha programe tjera i kemi bo jashtë kinemas, për shkak të hapësirës, do më thonë të kohës, që du të mi shfaq filmat, i kemi ba në një për programe VR XR e kemi pas për herë të parë, si vjetë kemi fillu pak, kemi hy ka pjesa AI,
Domethënë është VR XR, për më janë shpjegu shikuesve, domethënë është shikimi ose konsumimi i filmave përmes syzave të realitetit virtual, ato maskën që syzat helmetin, syzat që i qesim në sy edhe që duket që jemi mrena në film. Kjo ka qenë një platformë ku është bo që 6 muaj ka fillu, ka qenë një ekspert prej jashtë edhe kam përgjith disa prej filmave, ato i kam përpunu edhe kam po shkollat e Prishtinës, e sidomos qerdhet kanë orë, për shkak që kanë zgjedhë disa filma që janë më të përshtatshëm për fëmijët, kanë orë qerdhet mirë të organizume dhe ky aktivitet e kemi mbajt në Hotel Grand bashkë në Barabar Center, domethënë kemi shfrytzuar hapësirën e tyre edhe ka funksionu tepër mirë. Ndërsa te pjesa e Art Without Limit Kids është një mini festival, unë e quaj për shkak që e kem prezantuesin e veçantë, e kem programin e veçantë, filmat e veçantë, gjithçka shkon domethënë në mënyrë një farlloj mini festivali në editori bjen me kon. Edhe këtu kemi pas rreth 500 fëmijë të organizatave të aftësisë kufizuara në Kosovë, gjithashtu të sidomos shkollës Fajkonica që kanë ardhur, edhe kam përcjell programin e përgjithshëm, ka pas performancë baleti, shfaqja filmave, ka qenë një ekspozit prej organizatave të aftësisë kufizuar që kanë bëj brenda kinemas në hall. Domethënë ka pas disa pika të ndryshme që për publikun, sidomos për fëmijët, ka qenë shumë e mirë. Mirë shumë, po e shoh që edhe antarët juristë, domethënë kemi pas antar me renome si Kim Magnusson, që është producent edhe aktor danez i filmave, e dim që për ata që e përcjellin në kinematografinë, e din që kinematografia daneze është shumë e zhvilluar dhe ky ka pas edhe çmime, domethënë edhe çmime Oscar që ka marrë. Kim Magnusson, si e keni arrit domethënë me pas dikon të tillë si Kim Magnusson, edhe e kemi këtu edhe Rebecca Prudzan si antar të jurist domethënë. Na prej edicionit parë kemi startu, kemi pas një farë besimin vetvete, filluam me njëherë me antar të jurist, të përfshi edhe antarët vendor, sigurisht shqiptar, po gjithmonë kishim nevojë me pas edhe dikon prej jashtë, kemi filluar natysh në edicionin e parë, kemi pas producentin e filmit Amor, është një film që ka fitu Oscar, është një austriak. Mandej kemi fillu edhe me disa personazh të rëndësishëm që kanë qenë prej Hollywoodit dhe prej Evropës. Vitin e kaluar, po këtë vit ka qenë musafer Peter McDonald, është drejtori i fotografisë Supermanit vjetër që ka qenë, është ky domethënë ky ka qenë këtu edhe bile dje ka u kthy, ka nejt pak më shumë. Dhe ka xhiru edhe Rambo 3-shin, ka xhiru në Harry Potter, edhe në shumë domethënë filma të tjerë. Nuk është domethënë hera parë që kem Kim Magnusson. Kim Magnusson e njohin shumë, më thanë shumë kolegë këtu që u takova, që kishin pa dhe filmat e tij. Unë kam pa realisht një film të tij, jo më shumë, dhe kishin pa 2-3 filma të tij që kanë qenë për Oscar. Ky ka fituar për Oscar për filmin e shkurt si producent. Sigurisht se filmi gjatë është domethënë kategori tjetër, po plus ka qenë nominuar disa herë. Te ideja e takimeve në autojmë festivale shumë, së bashku me Ganimeten ose veç mas që kemi utuna për shumë festivale ndryshme të Evropës dhe botës. Te Kim Magnusson ka qenë Ganimetja pjesë e jurisë me një festivale dhe kanë qenë bashkë. Aty e në taku, e ka të regu për festivalin edhe e ka ftu me njerë aty edhe e ka pranu me njerë para një viti, dhe më dhone ka, se me këta duhet gjithmonë me folë shumë ma heret, edhe kjo ka qenë mënyra që i kontaktojmë, i diskutojmë edhe, plus po na e bon tash ma të letë nëse i thu që i ka qenë Peter McDonald, vitin e kalum, si drejtor fotografie edhe këta pranojnë mande kjo e ngrejnë një tjetëre. Apo ka problem domethënë me e mbajt gjallë festivalin, se gjithmonë domethënë ngjarjet kulturore e kanë edhe problemin e financimit, po e shoh që keni pas përkraje për institucioneve të ndryshme edhe vendore, a ka pas se po shoh më shumë sponsorë të ndërkombëtar si Zvicran, Austriak, po normalisht edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit tash po. Me thonë të drejtën, është një bashkëpunim që kanë filluar ambasadat me besueshëm. Këtë punë edhe këtë vit ne kishim diku 5-6 ambasador prezent të shteteve kryesore që janë për neve që i konsiderojmë shtete të rëndësishme. Ambasada e Zvicrës ka qenë përkras gjatë ton vitit me aktivitetet ndryshme dhe në zhvillim organizativ. Ministria e Kulturës çdo vit e kem, po jo aq sa ka nevojë programi, me thonë drejtën. Bile këtë vit ka qenë më pak se vitin e kaluar, dhe programet i kanë më të mëdha.
Ndërsa me ambasadat e tjera, janë gjithmonë kombinohen në mënyrën e sjelljes të autorëve këtu. Dhe si vjet për shembull kemi pas prej ambasada Italisë ka sjell italian, autorët italian, një prej tyre bile ka qenë edhe fitues, dy jo. Ndërsa austriakët e bojnë të njëjtën veprim, edhe kështu jem të dash me vazhdu të paktën, mos mi paguna që ato shpenzimet kur vinë autorët me po filmat. Se qëllimi i festivalit është me pru, sidomos njerëz të prej jashtë që me po pak edhe imazhin me dhënë të mirë të vendit. Neve na pëlqeu shumë një prej artikujve na e dërguam në Brazil, kish shkruajt një gazetë, që ka qenë filmi i Brazilit është aty, po s'ka shkruajt vetëm për festivalin, e kish hy prej pjesës të çlirimit të vendit, pavarësisht se çush e kemi kriju shtetin, çush e bë krejt, tani u dol te festivali. Domethënë një gazetë kogja prestigjioze, është një si portal, e kjo është qëllimi që përpos tjerave autorë që kanë qenë vitet kaluane, po kërkojnë me ardhë prapë këtë vit. Këtë vit kemi pas dy autorë që nuk kanë qenë pjesë të filmave, kanë ardhur veç për qef me po Prishtinën, Kosovën edhe festivalin. Apo, të më thonë se besoj që shumë të hujve kështu, si shumë të hujve që ju i lem përshtypje mikpritja dhe artistëve ju i lem përshtypje mikpritja dhe industria e filmit këto, të më thonë se si kalojnë. Është edhe një diçka shumë shpejt, vitin e kalum ka qeni polake, edhe është interesant ku shpesher nuk mediat raportojnë shumë, dhe më thonë, mbrapshtë, raportojnë keq, mediat jashtë, po flasë, jo mediat tona. Edhe ajo, kur ka ardhë, ka qenë një histori interesante ku familjes ju ka thonë po shkojnë në Hungari, se s'ka guzum ju thonë po vinë Kosovë. Apo, o do është me rajt familjen? Me rajt familjen edhe orën festival. Aq mirë ka kalu, so që e ka morë familjen mas ju shku ju ka kalzu që konë këtu, e kanë vizitu spori Shqipnin, se në edhe Shqipnin e ngritëm shumë, e së shpeti tha këna me orë dhe në Kosovë me krejt familjen. Aq mirë, do me thonë, kjo është një prej dalimeve ku ajo e ka shoqnin, familjen ma gjanë, nuk e di tash cilat media që kanë gojnë, që shbojnë atje, po kish pas frike edhe me ardhë, para me në qëfar... Kjo është fuqia, do më thonë, fuqia e mediave dhe sa duhet na me reklamu vetën edhe me reklamu gjithmonë atë faktin që në top listat e vendeve ma të sigurta në botë, na dalim në vendet e para. Të më thonë, gjithmonë jemi ose në vendin e dytë, ose në të parin Evropë, për vendin më të sigurt, po prapë se prapë, edhe për kundër kësaj, që shumë shpesh dalim si vendin më i sigurt, një prej vendeve më të sigurta në botë, prapë se prapë normalisht ka mediume që e bojnë vetën për qëllime të caktuara ose edhe për mosdije, që e bojnë vetën për vetëm me bë lajme që njerëz klikojnë. Po bëhet fiks ndoshta edhe për shkak të situatës së luftës dhe tensioneve në një vend ku ka tensione, ku situata mund të më agravu, nuk ndihe shumë i sigurt. Kështu që përmes festivalit me arrit me ndryshu bindje dhe mendimet cilat ma heret kanë qenë të prera e me i kthy në një diçka shumë të madhe, me sjell një grup më të madh të njerëzve në Kosovë, po besoj që është përtej të mirave që mundet me i sjell festivali dhe përtej asaj që realisht se cili prej neve do me mundu me E thashu në realisht kanë ardhë autorë që kanë qenë vitet kalume, unë s'po them që kanë ardhë për festivalin, kanë ardhë për Prishtinën edhe për njerëzit që kanë shku në qevatore, në kafiqa, gjithanej, ata kanë kalu mirë gjithkon, jo veç festival. Jenë orë me po, dhe më thonë, krejt venin, që kjo është tepër e mirë që po na pëlqen edhe shkrujnë vetë, po kem qef me ardhë prapë, ata realisht me shfrytzu edhe me po filmat edhe me taku me neve, po njëkohësisht edhe me dalë, për shkak që ditën shpeshere kanë të lirë, edhe jemi me agjendë caktume kur i thrasim me aktivitetet e caktume, po gjatë ditës ata lëvizi, nuk e dim ka lëvizi. Nuk rrinë në një vend. A ja vlen burim të në kjo mund gjatë komplet vitit për festivalin? Me thonë të drejten, na si artista, si regjizor, është tepër e mundimshme me bani diçka me menagju, është shumë e vështirë. Edhe këtë vit kemi pas atë shumë lodhje komplet ekipa, so nuk muj me përshkru. Nëse dalë në gjirime, tash jo momentalisht në fakt e kemi gjiru një film, një montajë e sipër, nëse dalim gjirime më duket sikur tepër e letë në krahasim me organizim. Për shkak që ki shumë punë me shumë njerëz. Se cilin aktivitet jo njerëz të tjerë, du të mi thirë në telefon, me fola, janë as janë, dështon dikush me ndru, shumë sene. Për post shfaqjes filmave, programit që du të me bo, renditja, autor që vinë prej jashtë, edhe me thonë drejtën unë nisa për Zvicër me nërtë nesër me në mas festivalit, edhe gjdo herë në telefon të bisedu me ekipin, të veta shku në krejtë, se da është një prej gojleve që do të me bajt me shku mirë në përshpijat veta, për post tjerave, tje për e fështirë. Që shkalove në Zvicër?
Në Zvicër mirë shumë, unë e pata dhon fjallin, do me thonë, Trinet Film Fest, me qenë pjesë e jurisë në festival, edhe kam pas me majtë data tjera, po e kanë shoku i sallave atje që kanë rezervimet ma herë, në fakt edhe të na, dhe na e bojmë rezervimin një janar për për fund vit, edhe të na është ajo e njëta gjo, sidomos në Zvicër, edhe ja kanë caktu me datën 4, me fillu festivali, me datën 3 mbyllim festivalin ton, edhe ashtë fjallin sigurisht që u desht me shku para një pjeset musafirve, bashkë me disa për musafirve me shku direkt në Cyre. Është një festival shumë i mirë edhe atje që ka njësë disa meqë tonë, në fakt edicionit 3 është mbajt, edhe unë javë thash atje këtyne përfaqësuesve të ambasadave tona që ishin e Shqipnisë, Kosovës, Maqedonisë, ju thash unë sër udhtoj edhe shoh aktivitetet kretjën të njëjta që e kanë vetëm me folklor, edhe me popullore, me veshje popullore që është një gjë shumë e mirë, po e emitojnë një tjetrin Sicili. Edhe këta domethënë kanë kriju diçka më ndrysh, që është edhe festivali teatrit që ka filluar më majt atje. Edhe thash duheni me ndihmu me përkrah për shkak që filmat shqip janë shfaq, dhe tash diaspora jonë atje është shumë interesant me po krijimtarinë tonë që i bojmë se s'kan ku me po. Se çdo herë kanë pjesën, domethënë, të folklorit edhe traditave tona, ku të shkojnë, unë mendoj që ka nevojë me ndru. Një organizatë bën diçka tjetër, dikush diçka tjetër. Festivali është tepër interesant dhe u shfaqen 14 filma. Bilesh pak e bona me hajgare, ju thash mos më shtini po filma, se kom po 7-800 filma këto më herët. Ati u desh mi po në kinema, realisht filmat për kunder të na që javë dërgom juris një muj më herët edhe i bojmë nominimet me ku. Kush është e fitus i filme, të dhënë kush ishin fituesit e festivalit Art Without Limits këtë vit? Fituesit? Ka cilat vende, po. Ne kemë 8 çmime që i ndojmë zakonisht. Fituesi kryesor që mu merr mirë edhe pastaj që është tash në listën për çmimin Oscar. Okej. Na nëse kemi ditë realisht se tash mas u kry festivali ka ndodhur, një film Beyond Silence është një film tepër i mirë, më ka pëlqyer shumë, i holandez. Domethënë për te qetësisë. Po, më ka pëlqyer. Beyond Silence. Edhe ka të bëj pak me dhunën seksuale, është një farë lloj lidhje kur e spjegon, domethënë një prej vajzave që është me shurë me mece. Kjo e tregon një ngjarje që i ka ndodhur brenda dekanës të fakultetit, me dekanën e fakultetit, është edhe ajo është grua dhe dekania dhe kjo çaj diskutim është tepër interesant. Edhe jo rastisht pas ka shku edhe në Oscar tash nuk e di sa ko me vazhdu, se Oscari shkon tu i Po, sigurisht pas ka në listë shkurtër të filmave. Nuk e di a shkurtër, e di që e lexova mandej edhe e kishin bërë edhe share ata. Pastaj kanë qenë edhe filmat jashtëzakonshëm shumë të mirë, një film italian, për fat ka qenë edhe një film i Shqipnisë, se filmat shqip kemë rallna, kemë shumë pak, çdo vit na vjen një film, jo më shumë, eventualisht 2. E u merret shumë mirë që edhe një film prej Shqipnisë, një temë jashtëzakonshme me një djalë me autizëm, një mësues që udhton 4 orë për me mësu, veç një fëmijë është me një fshat, atje dikun ka përmeti, një fshat dikun. Tepër temë interesant, tepër e ndihshme edhe realitet. Ky film dokumentar? Dokumentar. Hyna mandej lypa në Google, tash të shoh a e kanë dramatizu, edhe kishin shkruajt media, kish pas disa artikuj që është ngjarja e vërtet, bile fotografit kur i pash, si në film shikaboj, kish bën njëjtë mësuesit. Ai mësuesi po udhton çdo ditë njëjtë për një nxënës edhe ai është me autizëm i fshatit. Temë jashtëzakonshme, ngjarje shumë e mirë, tepër e ndihshme. Mandej kanë qenë edhe një film zviceran, edhe kështu, domethënë kategori të ndryshme. Mirë shumë, ta këshyrim pra që ka pëndodhë me fituesin e festivalit edhe në Oscar, do të vazhdoj garën edhe në Oscar Beyond Silence, se kjo jep edhe një shtytje edhe më të madhe festivalit kur e ka një film të tillë, domethënë që e vlerëson edhe Akademia Amerikane e filmit. Ne po ndërhysh shkurt e kemi pas Annie Rish Goodbye par vjet, ka fitu Oscar, ka fitu edhe Tena njëkohësisht. Na po kishin shpesh se... Ju po ja hapshi rrugën se Oscar po matë mas neve. Gjithmonë, thash jemi vasi Globi Art, sikur këto në... Se dihet kur e fiton... Kur e fiton këto, fiton ato. Jo, realisht, në Oscar sigurisht që aplikohet ma heret e bat lobimi, kanë ato ju e dini që shtojnë. Po na qëllojnë para tyne, po është mund vjetë ti për mirë që aplikojnë të na. është shumë imazh i mirë për neve që para se me ndodhë, është edhe në listën
Oscarit, për shembull edhe prap vjen te festivali i vogël, edhe ka ndodhur që ka fituar Irish Goodbye, film irlandez, ka fituar, vjet ka qenë një film Room Taken, ka qenë listën e ngushtë mesën e 4 filmave, që ka fituar një film tjetër. Edhe ky ka qenë një prej çmimeve që ka fituar te na. Çdo vit është ndodhe njëjta gjë me filmat. Po më tepër mirë që juria po i vlerëson shumë drejt, juria që po i marrim zakonisht. Se unë një ditë i thash edhe Ganimetes paramendo, mos me pas zgjedh heq filmin Irish Goodbye festival. Për çmime thot njeri jo, ne jo kënej, po nëse se ke zgjedh heq me hinë mesën e 50 filmave është shumë, domethënë, shumë keq për festivalin. Del keq festivalit. Domethënë edhe vitin e ardhshëm planifikohet në njëjtën kohë, domethënë në fillim të dhjetorit më mbajt festivali. Që me ditë tash njerëz që ka filma të shkurt, domethënë që në ditë sotit besoj që ju përshtatet shumë ma shumë me i pasë, s'keni nevojë me qëndru një orë gjys, rrëfime të ndryshme, stile të ndryshme, edhe i përshtatet mënyrës sotit që shpoj konsumojmë sandet e shkurta në telefonat tonë. Po, data 3 dhjetor është dita ndërkombëtare, aftësisë kufizume. Gjithmonë e mbyllim me festojmë me një mënyrë. Ditën i ndojmë çmimet, bëjmë një koktejl rasti, e takojmë artistat me zvete në përgjithësi, edhe e mbyllim këtë mënyrë. Mirë, bërim faleminderit shumë për festivalin mas pari, që po organizoni, që po spondaleni, edhe shihim edhe vitin e ardhshëm, edhe ndoshta shihim edhe para festivalit që me paralajmëru njerëz se çfarë programi ka dhe ku gjendet, që me pas edhe ma pak vend për shikues në kinemat e festivalit. Ka kekse përmenda filmin e filmat shqip që po janë mungesë. Ne kemi fillu prej vitit para 2 viteve me kriju vetë filmat në brenda festivalit. Qenë festival prodhues. Drejtor fotografie, kem skenograf, kem aktor, kem regjizor, do më njëm krejt. Kem edhe një teknik, ku këtë vit kemi gjiru një prej filmave dokumentar që ka qenë premier, Sara, e kem katalog aty. është një temë tepër e mirë edhe poshtë që është prit jashtëzakonisht mirë, edhe kem ndërmend me plasu prapë për Sara është emri Sarës, se kemi lënë veç Sara. Është një vajzë e Prishtinës, cila ka lind me pa dorën e djathtë, është ka lind ashtu, po shumë e suksesshme në futboll, në teknologji edhe shumë 16 vjeçare, ka arrit domethënë me kriju, me po më vetveten me ngrit aq nalt, so e jep domethënë mesazhin për gjithë tjerë që dhe ju mund t'ja dilni. Ne kem këtë program të veçantë që quhet edhe ti mund t'ja dalësh, çdo vit e përdorim. Kjo është edhe në kinema, kur shfaqet filmi, gjithmonë fundi filmit i drejtohet kamerës. Edhe ti mund t'ja dalësh, që i bjen m'ju drejtu publikut në sallë, m'ju drejtu gjithë atyne që e shohin. Kemi me vazhdu prap me dokumentarët, kjo është një seksion i veçantë që kemi mendu që duhet pa tjetër me pas. Sigurisht e kemi shfaqe as konkurrence të na veç me pa publiku, po tjera festivalina duhet të qojmë me konkuru, pse jo. Okej, faleminderit shumë Burim. Në njerë, sukses edhe në tardhmen. Shihemi edhe vitin e ardhshëm. Nuk është i rapor, na kemi qenë edhe çdo herë e keni përkrah festivalin jashtëzakonisht shumë. Erdonita pak su m'akuzoi, bërtiti pak, tha kësaj radhe tha s'ma ke quaj emailin direkt mu, për me po na kemi quaj emailat përgjithësi. Për në ardhmë. Po mediat, po ju gjithmonë i keni dhënë hapësirë para ose mrapa, është shumë e rëndësishme që me përcjellë dhe mi dhënë pak a shumë jehon se kjo neve në fundit na mon. Faleminderit shumë.